Paramendoni atë që ka thonë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu gëzohet me kthimin e robit të vet. Më tepër se sa një grua e cila e gjen fëmijën e saj pas një shkputje të gjatë, ose si më tepër se një njeri të cilit i ka humb deveja me të gjitha furnizimet, ai e kërkon gjithandej dhe pasi që humb çdo shpresë, i mbyll sytë dhe për një çast i vizatohet deveja para syve të vet. Dhe ai e kap atë për litari edhe thot nga gëzimi i madh thot: "O Allah, unë jam Zoti yt e ti je robi im." Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, gaboj nga gëzimi i madh. Paramendo çfarë gëzimi? Allahu i madhruar gëzohet më tepër nga kthimi i mëkatarit. Tash si duhet ta konsiderojmë shansin edhe rastin e Ramazanit? Posaçërisht mëkatar, dhe në këtë rast ai i cili ka vendosur të kthehet, ai i cili ka vendosur të pendohet, të bëjë teube. Ai në një farë mënyrë është në një situatë që ta bëj Zotin e vet të gëzohet shumë me te. Dhe mendoj se kjo është një përparësi shumë e madhe. Për arsye se braktisja e gjithë asaj veprimtarie të kaluar, e cila realisht nuk është dashur që të jetë prezente në jetën e muslimanit. Por ja që Allahu i madhruar kurrnjëherë nuk i mbyll dyert e mëshirës së vet, dhe në këtë rast ky njeri e bën Zotin e vet të gëzohet shumë. Ky njeri fiton shumë. Edhe po pat fare pak jetë pas këtij kthimi, unë mendoj se ky njeri ka fituar shumë. Ose sikur se e përmendi shembullin e atij të kthyerit, i cili edhe nuk arriti ta plotësoj projektin e kthimit të tij tek Allahu, prapse Zoti i madhruar e plotësoi atë me mëshirën e tij. Për këtë arsye mendoj se përfitimi i çdo njerit prej neve, mundësia e ardhë që na është ofruar fare pranë duarve të secilit, është që të kthehemi, të pendohemi dhe në asnjë çast të mos hamendemi, a thua na pranon Zoti apo jo, na i fal mëkatet apo jo. Për arsye se ne jetojmë dhe sillemi brenda një orbite, brenda një kornize ku e tëra është e Allahut. Dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut edhe kur ka bërë lutje ka thonë: "O Zoti im, ne nuk mund të shpëtojmë e as të strehohemi prej teje përveç tek ti." Që do të thotë ne ikim prej Allahut, ikim prej zemrimit të tij, por tek mëshira e tij.